Përshëndetje të gjithëve. Sot për ju kam një recetë që me siguri do të bëhet e preferuara në familjen tuaj. Janë speca të mbushura me perime të freskëta, plot shije. Është një recetë e shëndetshme, e thjeshtë dhe mbi të gjitha fantastike në shije. Ndaj qëndroni me mua deri në fund që të shikoni hap pas hapi si përgatitet kjo mrekulli. Si e patë grirë si perimes, kisha shtuar një qep dhe 2 thelpin hudhër. I vendosim në një tigan të thellë, duke i shtuar vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një skuqe. Ndërkohë ne do merremi me perimet e tjera. Këtu kemi 2 speca. Mirë është që specat jenë me ngjyrë. I presim në fillim në ripa të hollë dhe më pas në kubik të vegjël. Edhe Reo këtu me nënën që nuk më lë asnjë moment. Vazhdojmë t'i presim në kubik, në këtë mënyrë. Specat janë të vogla. Edhe qepa në zjarr është bërë transparente. Shtojmë specat e prera në kubik. I bëjmë një kaurdisje të mirë. Do t'i vendosim kapakun që perimet të zbuten. I lëm 3-4 minuta me kapak. Ndërkohë unë kam grirë një kungullesh të vogël në renden e kungullit. E shtuam edhe kungullin në tenxhere. I bëj një përzierje të mirë. I vendosim sërish kapakun edhe 5 minuta të tjera. Kungulli lëshon lëngjë. Do merremi me domatet. Kam 3 domate të pjekura mirë. Nëse doni i pastroni nga lëkura dhe më pas i prisni në kubik. Tomatet tashmë janë gati. Edhe perimet në tenxhere janë zbutur, kanë marrë edhe një kaurdisje, janë larguar plotësisht lëngjet. Shtojmë domatet. I përziejmë mirë, do t'i shtojmë dhe një majluge salspeci për t'i dhënë më shumë ngjyrë tavës son. Natyrisht nëse nuk e keni, mundet edhe mos ta shtoni, ta reduktoni këtë përbërës. Sërish t'i vendosim kapakun. Si e shikoni domatet kanë shkrirë, janë tretur. Është momenti për të shtuar bullgurin. Kam diku të 2 filxhane gjysmë të çaj, të shfilxhan çaj që kam si mas, me bullgur. E përziejmë mirë, i shtojmë kripën në këtë moment, i shtojmë pak piper të zi, shtojmë edhe këtë miksin e erëzave. Dhe e kemi gati për të mbushur specat. Unë specat i kam pastruar nga pjesa fundore dhe i kam bërë gati për të mbushur. Në total unë kisha 1 kilogram me speca. Në fakt unë për të mbushur i përdor të gjitha llojet e specave. Jeshil, të kuq, varitete të ndryshme. I mbushim mirë me një lug të vogël me harxhin e përgatitur. Dhe i rëndisim bukur në tavë. Si u kam thënë edhe më parë, kjo tavë është 3 funksionale. Përdoret tavë, tenxhere dhe tigan. I mbushëm 6 filxhane gjysmë me ujë dhe e pjekim për 30-40 minuta. I kam shtuar mbi speca pak vaj ulliri dhe direkt në furr. Ja pra miq, receta jonë është gati. Janë speca të mbushura me bullgur, janë një alternativë lehtë, e shijshme dhe perfekte për çdo vakt. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanalin tim dhe të shtypni butonin e zilës për të parë recetën e ardhshme. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.